Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në AMC Informacion. Në këtë pjesë të dy do të flasim për aktualitetin politik, do të ndalemi në veçanti tek vizita e kryeministrit Edi Rama në Izrael, takimi me Netanyahun dhe deklaratat e tij atje. Por çfarë fitojmë ne nga kjo aleancë me Izraelin dhe si do të ndikojë kjo në marrëdhënien që kemi me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Turqinë. Mbi këtë temë unë do të bisedoj me të ftuarit në studio, kam Evarist Beqiri, avokat, pedagog. Faleminderit shumë avokat. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe kolegun Sebastian Zonja, sebi faleminderit. Alda, është kënaqësi të jem në studion tuaj. Avokat, si e pat ju fillimisht këtë vizitë kryeministit Rama në Izrael? Shiko, për mua çdo vizitë e cila lidh marrëdhënie me shtete të rëndësishme për një vend vogël, siç është Shqipëria, është e rëndësishme. Dhe Shqipëria nuk është në një superfuqi, po themi, ekonomike as ushtarake, por nga ana tjetër është një fuqi morale jashtëzakonshme. Dhe ky aset i joni duhet shfrytzuar si duhet në diplomaci dhe besoj se ky është një rast për ta shfrytzuar dhe për ta kthyer pse jo ndoshta në një doktrinë të politikës sonë të jashtme. Sepse unë duhet ta lidh edhe pak me historinë. Ne fokusohemi gjithmonë tek pjesa e ndihmës që u kemi dhënë ebrejve si popull, po flas, në luftën e dytë botërore. Por kjo qasje jona, kjo, si me thënë, e përsi morale, do të thoja, në raport me gjitha dhe kombet e tjera, shkon për te kësaj, shkon dhe para se Shqipëria të bësh një shtet i pavarur. Themelusi i këtij vendi, Ismail Qemal Vlora, ka qenë ndër të parët shtetar që me guxim, me moral, në një kohë kur hebrejt persekutoheshin në Europë, ai ka mbajtur një qëndrim të pakët burra e kanë bërë atë gjë. Po flas kur ai ishte shërbente si shtetar Osman, ishte guvernator në Rumaninë e sotme, dhe hebrejt persekutoheshin aty, hebrejt e Rumanisë dhe të Rusisë. Dhe ai bëri edhe një projekt për të ngritur një qytet në Pot Baki, quhet ajo. Dhe patjetër që kjo është një gjë që vlerësohet dhe ai është pjesë e një libri, që është një farë mënyrë një enciklopedi e njerëzve të mëdhenj të njerëzimit, ka mbi 700 personalitete, ndoshta diçka e tillë, shkruar nga një studius i famshëm, Josef Baro, në vitet 40. Dhe pjesë e këtij studimi është e Ismail Qemal Vlora, që ne shqiptarët pak i nxjerrim në pav vlerat e vërteta tonat. Dhe është rasti që ti përmendim edhe këto gjëra. E qartë, por nuk besoj se kjo vizitë e kryeministit Rama ishte vetëm për çështje historie, çfarë ka bërë populli shqiptar për hebrejt. Se mendoni se erdhi ftesa tani në këto momente, kur kemi edhe ngritjen e bordit paqes, pra ka një sër zhvillimi. Nuk është vetëm këtu, por po të vini re edhe fjalimet, ai sa pata mundësi të dëgjoja unë, qoftë të liderëve izraelit, po dhe të kryeministrit Rama, nuk është se nuk i kushtuan vëmendje kësaj çështje që unë sapo thash. Pra është e rëndësishme në aspektin moral dhe të kredibilitetit që ofron Shqipëria. Pra ne jemi një vend i vogël, Izraeli është një fuqi. Fuqi rajonale, po dhe përtej asaj. Kështu që ne kemi çfarë të përfitojmë në këtë raport, pra qoftë në aspektin e bashkëpunimit të teknologjisë, të ekonomisë, në fushën e turizmit, pra prurjeve të sa më shumë njerëzve nga Izraeli, po dhe nga një rajon në tërësi. Kështu që në këtë aspekt unë uroj që mos të ngelet vetëm në këtë kuadër, pra në vizita dypalqe, kemi pasur mundësi që ka ardhur dhe presidenti i Izraelit, kemi pasur mundësi pra që të shikojmë edhe shkëmbime e vizitas në këto vite, por nga ana tjetër duhet shkuar edhe përtej kësaj. Duhet përkthyer këto në të ardhmen dhe në tregues konkret të rritjes së nivelit të bashkëpunimit, pra qoftë në fushën e ekonomisë, ushtarak, inteligjencës, sigurisë, pra kudo. Ku është e mundur bashkëpunimit, mos të harrojmë që Izraeli shquhet për shërbime inteligjente, jashtëzakonisht të profesioniste, po dhe të njohura në rang global për dhe ne duhet të kemi aleanca që të përfitojmë rezultatet e tyre, patjetër dhe mund të përfitojmë, por e thash edhe një herë tjetër, në radhë të parë Shqipëria ofron si partner kredibilitet dhe këtë ka treguar Shqipëria historikisht. Pra ne jemi një vend i vogël, por kur ato aleanca që kemi bërë, qoftë në momente të ndryshme të historisë tonë, jemi treguar besnik. Pra, këtë e kemi si vazhdimsi, po të vëshërenë, po të analizosh politikën tonë të jashtme në vijimsi. Pra, me ato partnerë që kemi qenë besnik. Dhe këtë kartë, po quaj, ose këto element që ne kemi, e thash, mund të ofrojmë disa gjëra, po jo shumë, për një vend si joni,
ka rëndësi lidhja e partneriteteve strategjike. Izraeli sot është në një moment, jo dhe aq të mirë, po që në raport me perceptimin që kanë opinioni publik europian, po dhe për te europian dhe në Shtetet e Bashkuara, për shkak të luftës në Gaza, kështu që ka nevojë për intensifikim marrëdhënies, raportesh edhe me vende të tjera, dhe patjetër dhe ata kanë interesat e tyre. Kështu që unë uroj që të shikojmë të ardhmen. E qartë, se do të diskutojmë edhe më vonë se cilat do të jenë edhe interesat. Kështu ne flasim me hamendje se nuk kemi ende diçka konkrete ose ndonjë marrëveshje të bërë, se ebit paktën deri në këtë moment. Si e pat këtë vizitë dhe përveç asaj anës historike dhe besnikërisë shqiptarëve, politikisht dhe ekonomikisht, çfarë do të përfojë? Po marr tre kontekste. Konteksti historik i pari, politik dhe diplomatik i dytë. Në kontekstin historik duhet thënë Mehdi Frashëri në 12 ka qenë guvernatori i Jeruzalemit. Mehdi Frashëri është ish kryeministri i Shqipërisë. Do të përmenden emrat e atyre të cilët i kanë shpëtuar hebrejt në Shqipëri, nuk është populli shqiptar, sepse historiografia komuniste do të donte që t'i shpëtonte Enver Hoxha bashkë me dikë tjetër, por janë zyrtarët e shtetit shqiptar, është Kolbi Miraka, është Mbreti Zog, është Mustafa Kruja, është gjithashtu edhe Mehdi Frashëri dhe zyrtarët e tjerë. Janë dhe ato familje cilat strehuan hebrejnë që përndiqeshin para dhe gjatë luftës dytë botërore. Pra këta janë personazhe cilët duhen përmendur që na nalësojnë dhe na japin kredibilitet moral. Nuk i kemi borxh askujt për këtë lloj gjëje dhe jemi krye lartë. Ky është aspekti i parë historik, sepse historiografia nuk i përmend këto personazhe. E dyta, në aspektin politik, nuk shohim që të ketë përfitime, sepse ajo që po kuptojmë është çfarë i ke kërkuar ti izraelitëve. Izraelitët janë ekspertë në bujqësi, kanë ekspertizë të thelluar. Izraelitët kanë ekspertizë të thelluar në efikasitetin qeveritar, po themi në arsim. Izraelitët kanë efikasitet në sulm, pra janë shtet sulmues. Izraelitët kanë sistem mbrojtës jashtëzakonisht shumë të mirë. Në cilën prej këtyre aspekteve ka bërë marrëveshje shteti shqiptar me shtetin e Izraelit që ata të kontribuojnë që ne të marrim dije sa i përket bujqësisë, një vend i cili mbjell edhe në shkretir. Dije sa i përket çështjes së menaxhimit të ujrave, dije sa i përket çështjes së menaxhimit të sistemeve të mbrojtjes, dije sa i përket çështjeve të sistemit të inteligjencës, dije sa i përket çështjeve të sistemeve të sigurisë kibernetike. Sa prej këtyre kemi bërë? Por të shkosh dhe të bësh fotografi dhe të dalësh dhe të firmosësh, jo shkova këtu, jo këtë e takova, jo këtë nuk e takova, unë nuk e shoh si ndonjë përfitim të madh. Unë e shoh si një përfitim dy palësh. E përdor Spari Benjamin Netanyahu për interesat vetat personale në Izrael dhe e përdor kryeministri Edi Rama për kredo personale në Shqipëri. Përdorimi i politikës jashtme si instrumenti politikës së brendshme, kjo është parë dhe dihet dhe që shihet kurdoherë. Aktualisht që flasim, shteti shqiptar nuk kishte një njoftim paraprak. Çfarë ndodh me zbatimin e statutit të Romës, kur Gjykata Ndërkombëtare Penale ka nxjerrë urdhër arrest për kryeministrin Benjamin Netanyahu. Çfarë ndodh në këtë lloj rasti? Së paku është detyrim si antar i statutit të Romës, siç e bën çdo vend evropian, të thuash ne nuk e zbatojmë. Në rast se ne shkojmë për vizitë apo ai vjen për vizitë në Shqipëri. Pra kryeministri Rama e ka shkelur në këtë moment. Jo, të paktën duhet kishim një deklaratë, ke shkuar atje për vizitë zyrtare. Ajo që duhet është një deklaratë nga Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Jashtme apo nga Kryeministria. Ne jemi pjesë e statutit të Romës, duam të shkojmë në Bashkimin Evropian. Vendet e Bashkimit Evropian po thonë nuk duam të përzihemi në çështjet e brendshme të Izraelit. Ajo që bëhet në këtë lloj rasti është e thjeshtë. Ne nuk e zbatojmë këtë vendim në rast se vjen zoti Netanyahu për takim në Shqipëri. Apo ne jemi duke shkuar atje për takim zyrtar me pritje protokollare zyrtare dhe ne nuk e zbatojmë këtë vendim. Kjo është aja që bën një shtet serioz, sa i përket një vizite, qofse ai do të vinte si mik i shqiptarëve dhe i Shqipërisë në Shqipëri, dhe ne kur shkojmë atje në një vend mik. Kjo është aja. E dyta, po flasim për çështje të brendshme, është i akuzuar për korrupsion zoti Netanyahu dhe është çështje e brendshme politike atje. Dhe përdorimi i narrativës që politika e jashtme e kryeministrit Edi Rama që shkon në Izrael për të ndërtuar ura komunikimi me SBA-t dhe me vendet e tjera, që më pas të thot këtu që shihni se kush jam unë, kjo për mendimin tim nuk vlen. Përdorimi i politikës jashtme për çështje të brendshme nuk vlen. Ne e kemi vend mik. Ne jemi pjesë e aleancës perëndimore, ne jemi një vend i cili që në kryet herës kemi thënë që ka të drejtë të vetmbrohet, por të shkosh dhe të tregohesh më katolik se papa, sa i përket
të gjesh një samit antisemitizmi, kur dihet që shqiptarët nuk janë fare antisemit. Dhe shqiptarët janë ata që e thamë edhe pak më herët në kuadër të historisë, ku mbreti Ahmet Zog, Kolbib Miraka, Mehdi Frashëri, Mustafa Kruja dhe shumë personazhe të tjerë janë ata të cilët kanë shpëtuar dhe kanë strehuar me urdhra ekzekutive hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë lloj rasti, përdorimi politik i këtyre vizitave për çështje të brendshme politike, për çështje të perceptimit që mund të kesh ti si kryeministër i korruptuar, kur njerëzit e tu po shkojnë të gjithë përpara spakut, për mendimin tim kjo nuk vlen. Ky është mendimi im. E qartë, avokat, në këtë logjikën edhe të atyre tensioneve të heshtura ndoshta që janë krijuar për shkak të gjithë politikës brendshme të Izraelit për shkak të luftës në Gaza, ajo qasja drejt Bashkimit Evropian. Ne, pra Shqipëria ka qenë tradicionalisht dhe ka ndjekur linjën euroatlantike. Me këtë vizitë të kryeministrit Rama në Izrael, çfarë ndodh me marrëdhëniet me Bashkimin Evropian? Dua të them fakt diçka se kolegu Mariglen Kume, kolegu i MCN, dje tha që unë komunikova me zyrën e Bashkimit Evropian dhe kërkova një reagim për sa i përket vizitës së kryeministrit dhe më dha një përgjigje shumë shkurt. Pra, në nreshta kuptohej që ndoshta nuk ju ka pëlqyer kjo vizitë. Tani, unë nuk besoj se përbëm problem për Bashkimin Evropian lidhja e marrëdhënieve me Izraelin, sepse Izraeli është një vend që në atë rajon është një demokraci funksionale, demokraci me tradita, një popull me tradita, histori të madhe. Kështu që nuk besoj se përbën problem raporti i Shqipërisë me Izraelin. Momenti, toni që mund t'i jepet narrativa e këto, patjetër që mund të diskutohen. Që çështje që mund të diskutohet. Por nuk besoj se vetë vendet e BE-s kanë raportet e tyre me shtetin e Izraelit. Kështu që mos t'i harrojmë këto gjëra, kanë partneritete, patjetër që ka pasur mbajtje qëndrimesh në luftën në Gaza, nga shumë lider. Ai kryeministri spanjoll ka qenë më të zëshmi, por jo vetëm ai. Pra Sanchez, por nga ana tjetër mos të harrojmë që rrugtimi jon për në Europë është diçka tjetër që lidhet me të tjera gjëra, është një rrugë që ka të bëjë me reformat, me çështje teknike të zhvillimit të shtetit së drejtës, të institucioneve e kështu me radhë. Nuk besoj se në këtë pikë ka një divergjencë të madhe në këndvështrimin tim. Pra nuk do të krijojë ndonjë tension, duke patur parasysh se jemi edhe në rrugën e antarësimit për Bashkimin Evropian. Nuk besoj se nuk po flasim për një vend që shkon kundër vlerave të demokracisë të Bashkimit Evropian. Patjetër që ka problematika, siç tham brenda vendit kryeministri Netanyahu ka pas protesta në vazhdimsi, ka kritika, patjetër është një procedim penal që mund të dënohet. Që nuk diskutohet që këto element merren në konsiderat, nuk është se gëzon popularitetin e kanë maksimum, ka shumë vite në pushtet, patjetër që konsumon pushtetin. Këto janë element që patjetër duhen marrë në konsiderat dhe duhen analizuar dhe duhen vënë në kontekstin e dur, por nga ana tjetër unë gjykoj se ne duhet shikojmë përfitimet që mund të marrim nëse një vend i vogël në raport me shtete të tilla që janë fuqi, thash edhe një herë tjetër. Nuk është se është një shtet do si do, është një shtet me një potencial të jashtëzakonshëm, ju dini dhe rolin për gjatë historisë së hebrejve, kudo ku ata kanë pasur mundësi të kontribuojnë në çfarëdo lloj vendi dhe në Shqipëri kur jemi pasur komunitetin e tyre më të madh se që kemi aktualisht, kanë pasur kontribute edhe në jetën e vendit, kështu që në faza të ndryshme historike. Pastaj sa i takon raporteve që ne mund të ndërtojmë në të ardhmen, këto unë e thash edhe një tjetër duhet t'i lëm edhe pak kohë. Ndoshta u firmosën marrëveshje, jo të gjitha janë shpalosur deri tani se çfarë do përfitojnë vendet, sepse çdo marrëveshje ka. Tani avokat skeptikët flasin gjithmonë kur ka marrëveshje dhe aleanca me vende të tjera, flasin edhe për këto aleancat e fsheta se çfarë do të lëshojë Rama këtë herë me këtë aleancë të krijuar. Çfarë do të lëshojë këtë herë? Ministri Rama, çfarë mund të fshihet pas kësaj aleance? Nuk jam në gjendje të bëj parashikime të tilla se çka mund të lëshojë, nuk besoj se politika duhet bërë e jashtme, sidomos ai vendi duhet kanalizuar në këto domethënë në këtë prizëm. Pra çfarë do lëshojë? Patjetër që politika apo çfarëdo lloj marrëveshje ka merr dhe jep. Çdo marrëdhënie njerëzore është ndërtuar në plane të tilla. Diskutohet kjo gjë dhe politika kështu ndërtohet. Pra ka një bashkëpunim për të përfituar palët. Në këtë aspekt duhem gjykuar marrëveshjet si janë ndërtuar. Nuk mund të them tani që të bëj aludime apo të hedh hipoteza sepse nuk jam në gjendje të flas kur s'kam diçka përpara që ta shqyrtoj. Që nuk do të hyj në këtë fushë. Izraeli ka një shqetësim kryesor, janë armët bërthamore iraniane.
Pjesa tjetër pastaj është diplomaci, politik, retorik, histori, antropologji dhe quhet çfarë duash. Problemi kryesor sot kërkon një front kundër armëve bërthamore iraniane. SBA-t aktualisht janë në rajon, ka dyshime që mund të ketë goditje të centraleve bërthamore iraniane, akuzat janë forta për zhvillimin e një armë bërthamore iraniane, propaganda kamuflohet me çështje të demokracisë, regjimit e tjerë. Problemi kryesor është ndryshimi i balancave në linjën e mesme në qoftë se Irani merr armë bërthamore. Deklarata shumë më të forta se kryeministri Edi Rama ka bërë ish kryeministri Sali Berisha në Izrael. Pra ish kryeministri Berisha nga Tel Avivi ka akuzuar drejt për drejt ish presidentin iranian Ahmadinejad si diktator dhe si një vend që jo vetëm i shkel drejtat e njerëzit, por ka qenë më keq dhe është më keq se në regjimin e ajetollahëve se Enver Hoxha këtu tek ne. Pra, po të marrim për nivel deklaratash, për cilësi deklaratash, për nivel përfaqësimi politik dhe për akuzat të forta, deklarata politike shumë të forta ka dhënë dhe zoti Berisha në Iran, në Izrael kur ka qenë përkundrejt Iranit. Pra ky është problemi kryesor i Izraelit. Ne jemi krah Izraelit, por përpara se të jemi krah Izraelit, jemi krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i përket këtyre problemeve. Pra ne jemi krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra politika jonë si vend antar i NATO-s është me BE-n dhe me SBA-t. Por këtu jemi në të njëjtin front edhe me Izraelin. Pra kjo është meraku kryesor që ka Izraeli. Tani çfarë meraku kemi ne? Ne jemi në këtë rajonin ton këtu të trazuar, ku Izraeli ka aleancë më të madhe me Serbinë se çka me Shqipërinë. Pra, aleanca diplomatike me Serbinë, me ish Jugosllavin, është më afatgjatë dhe është më e madhe dhe është më jetë gjatë se çka qenë me Shqipërinë. Për 50 vjet rresht, nën diktaturën komuniste ne kemi qenë pro organizatave çlirimtare palestineze. Siç sot mbrojmë të drejtën ndërkombëtare për çdo popull të vetvendosë etj. Por jemi për Izraelin drejtën e vet mbrojtjes dhe çështje të ndryshme. Izraeli ka pasur lidhje më të shumta me Serbinë në këtë rajon. Fatmirësisht ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ajo që ne kuptojmë sot është, në këtë rajon ne kemi nevojë për një gjë shumë të thjeshtë, zhvillim ekonomik. Izraeli ka potencial për të dhënë ndihmën e tij për zhvillimin ekonomik të rajonit. Pikërisht kjo është pyetja pra se do të përfitojë Shqipëria nëpërmjet kësaj vizite zhvillim ekonomik? Në qoftë se Greqia ka hall me Turqinë dhe aleancën me Izraelin e ka jetike. Në qoftë se Serbia ka fije diplomatike më afatgjata dhe më historike se ne me Izraelin. Pyetja është pse në Ballkan shkon Dodiku dhe nuk shkon Vučići dhe pse nuk shkon as kryeministri Mitsotakis në këto momente. Pra kjo është një pyetje që ja vlen që të bëhet. Dhe pse shkon kryeministri Edi Rama? Ajo që ne kuptojmë është ajo që thash edhe një herë, të dyja palët po e përdorin për politikë të brendshme. Gjenocidi në Gaza, akuzat për gjenocid në Gaza, dhe në krahun tjetër, një PR i rinovuar që i duhet Izraelit për atë çka bëri në Gaza dhe për atë që mund të ndodhë në lidhjen e mesme me Iranin, është nevoja e rreshtimit të disa aleatëve dhe kërkimit të një forme të re se si ti të bësh PR në arenën ndërkombëtare. Kjo është për Izraelin. Ajo që ne kuptojmë dhe që shohim është çfarë i kemi kërkuar. Deri më tani kemi bërë thjesht një set të mirë fotografik si çift kryeministror. Çfarë na ka kërkuar? Çfarë mund të lëshojë? Prandaj po them pra, ajo që kërkon Izraeli është një aleancë sa i përket çarmatimit bërthamor të Iranit. Ky është meraku kryesor i Izraelit. Ajo që ne mund të kërkojmë, po e them edhe një herë, është zhvillim ekonomik në Ballkan dhe ulje e tensioneve. Ulja e tensioneve do thotë Izraeli është vend mik më shumë se ç'është i Shqipërisë, është vend mik i Serbisë, sepse ka lidhje më afatgjata, më historike me Serbinë. Dhe ajo që po mundohem të them është, nëse ai të kërkon që ti të rreshtohesh, siç rreshtohemi me SBA-t për çarmatimin bërthamor të Iranit, ti mund t'i kërkosh zotërinj të nderuar, ne jemi vende që kemi aleancë me njëri tjetrin dhe mundet që të investosh në sektorin bujqësor, në sektorin arsimor, në sektore të ndryshme që ne i kemi shumë të rëndësishëm.
është një vend i cili çon ujë në shkretir dhe ndërton bujqësi në shkretir. E qartë, e kuptova, partneriteti me Izraelin është po aq i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm, siç kemi aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, aleanca me SBA është tjetër dhe aleanca me Izraelin është tjetër. Dakor, janë të dyja të rëndësishme. Në aleancën SBA janë partner strategjik. Izraeli nuk është mos t'i ngatrojmë gjërat. Dakor, po ky partnership i ri, le ta themi. Ne me SBA jemi aleat strategjik. Ne me Italinë jemi aleat strategjik. Me Izraelin jemi partner, ta kuptojmë këtë lloj gjëje. E qartë. Pra të qenit partner dhe të vim dhe të bisedojmë që nuk kemi armiqësi me njëri tjetrin dhe jemi vende që jemi miqësore, është ndryshe nga të qenit aleat strategjik me SBA-t, nga të qenit aleat strategjik me Turqinë dhe nga të qenit aleat strategjik me Gjermaninë apo me Italinë. Tani marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra kjo nuk duhet të ngatrohet. Dakor, sepse Amerika është aleati strategjik i shqiptarëve. Izraeli nuk është aleati strategjik, është vendi mik i shqiptarëve. Aleati strategjik janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe së fundmi kemi parë një ftohje mes administratës Trump dhe kryeministrit Rama. Pra kemi parë që marrëdhëniet ndoshta nuk kanë qenë ato nivelet e duara, të paktën kështu edhe janë komentuar në studio të ndryshme. Vlen kjo vizitë e kryeministrit Rama ndoshta edhe për të bërë këtë figurën e mirë tek Shtetet e Bashkuara për të rregulluar këtë marrëdhënie dhe kush e çoi kryeministrin Rama në parlamentin e Izraelit? Pra kush ishte ai negociatori, le ta themi, që kryeministri Rama shkoi atje? Kishte një ndërmjetës? Unë besoj se kryeministri ka një lobim shumë interesant edhe me lobin hebre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po të shohim me vëmendje ka pasur organizimin e disa festave tradicionale si Yom Kipuri që e ka bërë me rabin të ndryshëm, të cilët vetë brenda lobeve të ndryshme hebraike në BE dhe në SBA kanë dhe ato ndasitë e tyre, por kjo nuk është çështja jonë për ndasitë e tyre. Edhe përdorimi i këtij lobimi nga kryeministri Edi Rama për një fjalim i cili me të vërtet kishte rëndësinë e tij në Kneset, ka sjell që të afrohet edhe më tepër marrëdhënie që kemi mes Tel Avivit dhe Tiranës. Po e them edhe një herë, edhe zoti Berisha ka bërë deklarata shumë më të forta se kryeministri Edi Rama. Ka bërë deklarata politike shumë më të forta dhe ka pasur marrëdhënie shumë të mira me Tel Avivin. Fakti që ke marrëdhënie shumë të mira me Tel Avivin, fakti që ne morëm mujahedinët nën qeverisjen e Berishës, fakti që mujahedinët erdhën në Manz, fakti që Berisha takoi zyrtar të lartë amerikan, fakti që Berisha shkoi te Muri i Lodhëve, fakti që Berisha shkoi në New York tek Muzeu kundër Holokaustit, fakti që Berisha ka pasur deklarata të forta, nuk i dha imunitet ndaj ndjekjes penale. Nuk i dha imunitet ndaj SPAK-ut. Kështu që në këtë kuptim këtë po mundohem të them. Në qoftë se ke takime të rëndësishme në nivel diplomatik me kryeministra të vendeve të tjera, kjo nuk të jep të imunitet diplomatik. Edhe në qoftë se e përdor për të shkuar në Shtëpinë e Bardhë, që të firmosësh bordin e paqes, i cili gjithashtu është, le të themi, ka një kornizë problematike në të drejtën ndërkombëtare. Dhe ne si vendi që duam të shkojmë në Bashkimin Evropian, duhet mbajmë dhe një linjë me BE, nuk është kaq e thjeshtë kjo lloj gjëje, por Kosova ka çështjet e veta pse shkon atje. Në këtë kuptim, edhe në qoftë se shkojmë në Shtëpinë e Bardhë për të firmosur bordin e paqes, i cili ndërtohet me një rezolutë të OKB-s, del jashtë rezolutës së OKB-s, ka një president të përjetshëm ku nuk ka organe që ta zëvendësojnë, pra këto janë probleme të rendit të së drejtës ndërkombëtare dhe ne do të shkojmë ta firmosim dhe mund të shkojmë ta firmosim me kryeministrin Edi Rama. Ajo që po mundohem të them është kjo nuk të jep as edhe një lloj imuniteti nga mundësia e ndjekjes penale. Nuk ka asnjë imunitet. Përveç ndjekjes penale të jep ndoshta e ka përdorur kryeministri Rama apo qëllimet e tij për ta përdorur për të afruar me Trump, si janë aktualisht marrëdhëniet e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara? Shiko, patjetër që çdo lider është legjitimor të përdori në diplomaci mjetet që kanë dispozicion për t'u afruar ose për t'u larguar me ata që bëjnë politikën globale sot. Dhe kjo nuk shoh ndonjë gjë gabuar këtu. Ne jemi një vend i vogël, e thash edhe një herë, dhe nuk është se ne s'do ta personalizoj të përmend emrat, jo Berisha, jo Rama tha kështu, tha ashtu, se nuk ka ndonjë vlerë të madhe deklaratat e tyre në kuptimin çka ka thënë Berisha para X vitesh apo çka mund thoj sot kryeministri aktual për peshën politike që ka Shqipëria në arenën globale. Pra duhet jemi koshient se çfarë peshë kemi ne, sa vlerë kemi ne. Nuk jemi një vend që kemi atë domethënë fjalën e fundit në vendimet e botës. Ne duhet të shfrytëzojmë aleancat dhe të ndërtojmë aleanca, jo t'i personalizojmë me emra. Unë ku përmenda historinë e Shqipërisë, e përmenda një aspekt që se njeh njëri. Pra përmenda një shtetar
që ishte Osman në atë moment, por që ishte shqiptar dhe e njeh bota dhe e njohi vetë Brejtë që thashun. Tani, nëse do i përmendim gjithë thashim Breti Zoga, ai, ne duhet t'ia lëm popullit shqiptar, ka bërë popullit shqiptar dhe patjetër ata zyrtarë që kanë firmos apo kanë mbajtur qendrime, duhen vlerësuar dhe duhet çuar emri atij ku e meritojnë. Siç i kanë bërë Brejtë, se Brejtë i vlerësojnë, i dinë se kush janë emrat e atyre që kanë ndihmuar në luftën e dytë botërore, siç ju përmenda edhe unë. Jo më kot emrin e themelusit të shtetit shqiptar, se dim në shqiptarët. Të gjitha ato u persekutuan, të gjitha ato emra u vranë, të gjitha ato u internuan, të gjitha ata u shpallën tradhtar. Po nuk është çështje e Izraelit. Jo, ajo është çështje e jona. Por tjetër gjë. Historiografia duhet t'i thotë emrat. Historiografia duhet t'i thotë, duhet t'i vlerësoj. Po historiografia jon kur nuk di këtë që po them unë ty që e thon vetë Brejtë, kanë shkruar libra për to gjëra, kanë futur në ata njerëzit që janë ana e mirë e njerëzimit. Dhe këtë se përmend njeri, unë nuk e përmenda kot. Sa persona e din që Mehdi Frashëri ka qenë guvernatori i Jeruzalemit 1912. Nuk është sa persona e din që firmën për shpëtimin e 2000 hebrejve ka dhënë Kol Bib Miraka. Po kur këto i shpallim tradhtar, kur duam ta nxjerrim sikur hebrejt i ka shpëtuar shoku Enver Hoxha, kjo është logjika pra, historiografin kur e ndërtojmë keq, edhe mënyrën se si ndërtojmë rrëfimin e ndërtojmë keq. Këto që po thua, nuk e di kush i ka thënë, po mos i sill kot se harxhëm po kot. Nuk kemi për të ndarë çka ka bërë Enver Hoxha. Di shumë mirë çka ka bërë Enver Hoxha, por nuk është çështje këtu të ndajmë që kush ka shpëtuar hebrejt më shumë. Është çështja edhe një. Ato i kanë Mustafa Kruja. Sebastian, nuk të ndryra kur. Mustafa Kruja, Breti Ahmed Zog, Kol Bib Miraka, Mehdi Frashëri, janë zyrtarët, sepse ka qenë populli shqiptar. Jo, se nuk, kjo fshehja pas proletariatit botëror, jo, një sekond. Le këto tash familjet shqiptare që kanë streuar hebrejt kanë marrë dekoratën deri i kombit. Firmën e kanë hedhë këta persona. Firmën e kanë hedhur këta persona. Do të ulësh Enver Hoxhën të ngrëm camit e tjera. Jo e bëri ky e bëri. Këta persona kanë hedhur firmën. Dhe një herë, nuk ka vlerë kjo. Janë persekutuar familjet e tyre për 50 vjet rresht. Po është tjetër gjë. Janë vrarë familjarët e tyre për 50 vjet rresht. Është tjetër, hajde bëjmë një emision për këtë. Mos ja lër popullit. Ka njerëz që kanë hedhur firmën. Emrat nuk duhet. Pra i duhet dhënë merita personave që kanë hedhur firmën. Mustafa Kruja është person që ka hedhur firmën. Mustafa Kruja është shpallur tradhtar. Ahmed Zogu ka hedhur firmën. Ahmed Zogu është shpallur tradhtar. Jo. Është e gabuar kjo. Jo, nuk është e gabuar. Historia duhet shkruar siç është. Nuk është e gabuar. 5 veta dhe thukat populli shqiptar pas ka vlerë. To persona. Jo. Po janë shumë shqiptarë të tjerë që kanë shtuar nga mbajtje shpimën. Një sekond. I vunë me urdhër të Zogut ata apo të Mustafa Krujës apo atë historiografia. Që gjërat i bëri populli. Jo, ka një ka disa persona, ka disa persona, emrat e cilëve duhen thënë, emrat e atyre personave duhen thënë. Nuk mund të lihen në harres. Po lene mërë se s'është debati, për që umbet minuta kote emisioni. Dakor, pra. Se kam tu debati. Thuaj emrat e atyre personave. Nderoj, po filloj nga kuj pari që të tha shumë, që e ka bërë para se ti ishte... Unë po të themi emër ti u bërë gjelozit që thash me gjemandorën. Kur e nis bisedën për historinë, biseda për historinë i përmend të gjithë. Tani dhe njërë, unë s'ka marrë të bëj debat me ty, ka marrë të japë përgjigje pyetjeve. Mos më minuta se u së të ndërryra. Kisha shumë gjëra që mund të kundërshtojnë ato që the. Si jam dakord fare me një pjesë të tyre, po së të folë. Ke të drejtën tënde, mos t'jesh dakord. Po nuk të prera pra. Ke të drejtën tënde. Unë po them që Zoti Berisha ka bërë deklaratë më të forta. Ti se pranon Zoti Berisha ka bërë deklaratë më të forta. Avokat, të shkëm një arsye shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish për ta filluar bisedën. Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku në mëcën e informacion, sigurisht edhe gjatë publicitetit kemi patur debatet tona në studio. Avokat, për të ndalur tek marrëdhënia Shqipëri-Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çfarë roli luan Izraeli në këto marrëdhënie? Sigurisht në logjikën e takimit e vizitës së kryeministrit atje. Shiko, patjetër që lobi i hebrejve është një lobi fuqishëm në Shtetet e Bashkuara, apo kudo në Europë, apo kudo në botë, patjetër që kanë rolin e tyre dhe në këto aspekte, por problemi është që unë nuk e gjykoj tani që ne duhet të hyjmë këtyre raporteve. Ne kemi marrëdhënie lypalshme me Shtetet e Bashkuara, që është strategjike,
janë ata që kanë çliruar gjysmën e kombit ton, edhe du të jemi mirënjohës moralisht përgjithmonë atyre. Nga ana tjetër, raportet me Izraelin dhe mënyra se si të ndërtohen, sa strategjike do jenë, se nuk mund të jesh strategjik me të gjithë, se përmendëm mund të jemi strategjik me Turqinë, mund të jemi nuk bëhesh dot me të gjithë strategjik. E qartë, se do ta diskutojmë dhe marrëdhënie me Turqinë. Pra, strategjik, marrëdhënie strategjike lidhen me pak. Ne kemi patur ftoje, pra ka patur ftoje mes marrëdhënieve Shqipëri administratës Trump, ka patur një ftoje së fundmi mes këtyre marrëdhënieve? Po fakti që ti prej vitesh nuk ke një ambasadë të plot. A ndihmon Izraeli emrin e ambasadorit, patjetër që ka një ftohje, por unë gjykoj këtë që neve na duhet partneriteti me Shtetet e Bashkuara. Dhe nëse ka një ftohje, kjo duhet të kaluar. Pra në raportet e Shqipërisë me SBA-n, ne nuk duhet lejojmë ndikime të tretëve apo ndërhyrje, qoftë të fqinjve apo të kujdo tjetër. Ne duhet t'i konsolidojmë dhe t'i mbajmë ato raporte në nivelet e duhura, sepse e thash dhe njërë tjetër, janë ato Shtetet e Bashkuara të Amerikës që bëjnë të mundur dhe garantojnë, sot që po flasim, sigurinë dhe paqen në gjysmën e kombit ton, në Kosovë. Pra, dakord, është prezenca e NATO-s, po i quajmë strukturat e UNIK-ut e këto me radhë që janë ato që janë me problematikat e tyre, por mos të harrojmë se siguria aty garantohet nga partnerët ndërkombëtar, pa tjetër që nuk duhet të ullë rolin e tjerve, sepse janë të gjithë që kanë rëndësinë e tyre, por Shtetet e Bashkuara, për së vërtetës, jo vetëm në rajonin tonë, por kudo në vendet ku ka konflikte sot në botë, luajnë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm. Dhe për të ardhur, nëse do ndalemi më pas edhe te iniciativa që është pritur me skepticizëm te bordi i paqes, që shumë vende europiane të rëndësishme e kanë pritur me një farë skepticizmi, ndërkohë që shqiptarët, qoftë shteti Shqipëria apo dhe Kosova u bën pjesë pa hezituar fare, dhe unë gjykoj që kjo gjë duhet mirë pritur kjo iniciativë, sepse në radhë të parë Kosova, po të qëndrojmë te Kosova që është pikë më nevralgjike, po i quaj, lufton dhe përpiqet prej dekadash tashmë për njëjën ndërkombëtare, për t'u bërë subjekti së drejtës ndërkombëtare me drejta të plota, dhe nuk është akoma pjesë e OKB-s, Këshillit të Evropës, organizmat e tjerë, NATO, mirë, se duhet ta diskutoj edhe këtë pjesë. Jo, duhet ta diskutojmë sërish. Të qenë i vim prap, po e mbyll me këtë fjalë dhe kur të bënim pyetjen prap i rikthemi. Dhe të qenë pjesë e kësaj tavoline të rëndësishme dhe si një vend themelues, besoj se është një gjë shumë pozitive për shtetin e Kosovës dhe jep një mesazh të qartë politik që është një faktor stabiliteti në rajon, po dhe përtej rajonit. E qartë. Sebi, pse mendon se nuk kemi ende një ambasador të SBA-ve në Shqipëri? Pra çfarë tregon kjo ndoshta edhe për marrëdhëniet dhe çfarë roli luan Izraeli në përmirësimin ose në afrimin e kryeministit Rama me Trump? Unë nuk besoj se ka ndonjë rol, unë besoj një gjë shumë thjesht, aktualisht në të gjithë Ballkanin nuk ka ambasador amerikan, nga ajo që kam informacion, kemi të ngarkuar me punë. Kjo tregon në këto momente që merret drejt për drejt, ka një interes ndoshta më të vogël mund ta shohim në një kënd, po në krahun tjetër mund të shohim që ka një lloj interesi ku mund të zgjidhen gjërat drejt për drejt nga Departamenti i Shtetit me ndonjë emisar të mundshëm. Ne kemi dy vatra aktualisht në Ballkan, e kemi thënë shpesh herë, është Bosnia, është gjithashtu edhe Kosova. Serbia është një vend shovinist i cili kërkon që të destabilizojë Bosnjën dhe në të njëjtën kohë të rikthehet në Kosovë, siç thotë dhe nuk njeh pavarësinë e Kosovës, siç thotë shpeshherë Serbia. Sa i përket Izraelit, dhe thash edhe një herë, kemi partner, por partneritetin dhe aleancën strategjike ne kemi së pari me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe rajoni pastaj kemi marrëveshjen trepalçe me Kosovën dhe me Kroacinë për aleancë ushtarake. Ndihma që mund të marrim është, e thash edhe një herë, sa i përket granteve, fondeve, know-how, ekspertizës që mund të ketë Izraeli në çështje të bujqësisë, në çështje të ekonomisë, në çështje të menaxhimit burimeve ujore, në çështje shumë të rëndësishme, ku Izraeli është me të vërtetë vend lider. Për shembull, vetëm në vitin 2025-ën, po të shohësh GDP-n e Izraelit, programe shumë të rëndësishme kibernetike, programe shumë të rëndësishme të IT-s, Izraeli ka arritur që t'i shes vendeve të tjera, duke i zhvilluar aty me startupet ndryshme. Të arrish të fitosh njohuri dhe të kesh ekspertizën izraelite për startupet, për sa i përket çështjeve të ndryshme në bujqësi, në ekonomi,
në menaxhimin e sistemeve të mbrojtjes, menaxhimin e sistemeve të sigurisë kibernetike, kjo është gjë shumë e mirë. Dhe pikërisht kjo është ajo që ne mund të kërkojmë, dhe kjo është ajo që ne duhet t'i kërkojmë, dhe kjo është ajo që ne mund të bëjmë marrëveshje për t'ia kërkuar Izraelit. Në këtë kuptim, edhe në shëndetësi është një vend lider. Pra, të gjitha këto po të shohësh Izraelin me një vend shumë efikas në linjën e mesme, me një shëndetësi shumë të zhvilluar dhe me një bujqësi shumë të zhvilluar, ne mund të mësojmë jashtëzakonisht shumë. Por ta përdorësh këtë lloj vizite si trampolin, shkoj dot në SBA të takohem apo nuk shkoj dot në SBA të takohem, për mendimin tim është pjesë e logjikës së një personi që kërkon ta sundojë popullin e tij dhe jo ta udhëheq popullin e tij. Pra ne kemi nevojë për udhëheqje, për të shkuar dhe për të bërë më mirë në sektorë të ndryshëm, sesa për të sunduar dhe për të pasur një person që thjesht sundon. E qartë. Avokat, përmendëm pak Turqinë dhe sigurisht Shqipëria ka patur një marrëdhënie shumë të mirë me Turqinë edhe ajo afrimiteti vëllazëror, le ta themi, mes kryeministrit dhe Erdogan. Po, si mendoni se është pritur kjo vizitë e Ramës nga Turqia? Media turke kanë folur me një gjuhë tashpër, edhe ndaj vizitës, po edhe ndaj veprimeve tjera, duke nisur nga deklarata në mbështetje të Izraelit, atyre kundër Hamasit, e tjerë. Pra, ka patur një ftoje diplomatike mes këtyre dy vendeve, edhe pse nuk ka patur asgjë zyrtare nga Ankaraja. Tani, vendet janë të lira të bëjnë zgjedhjet e tyre, nuk besoj se ne duhet kur marrim një vendim duhet të pyesim Turqinë, Stambollin apo dikë tjetër. Pra është një kryeministër legjitim i zgjedhur nga shqiptarë dhe vendos ai, kushdo qoftë ai. Nuk besoj se duhet kemi merakun tash shumë te kjo gjë. Patjetër ata kanë qenë një nga zërat më kritik ndaj Izraelit në luftën në Gaza dhe Izraeli nga ana tjetër nuk i ka pranuar që të jenë pjesë dhe iniciativës Bordit Paqes dhe të kenë një rol shumë aktiv aty. Kështu që patjetër mund të ndikojë kjo në raportet me dy vendeve, por siç Izraeli ka ulje ngritjet e veta me shtetet e tjera dhe është legjitime kjo gjë që sot me Turqinë janë në këto faza raportesh, nëse mund të ndryshojnë, ne nuk do të ndikojmë nga kjo, se çfarë raporte ka dikush me dikë dhe ne të ndërtojmë raportet tona bazuar vetëm në këto gjëra. Patjetër, janë elementë që mund të merren në konsiderat në analizat caktuara, por unë gjykoj që ne duhet të shikojmë interesin tonë kombëtar, në çfarë do lloj raporti që ngrem me dikë, duhet primare është kjo. Dhe nuk janë llogarit pastaj se kush do mërzitet nga kjo. Pra nëse ti ke çfarë të përfitosh nga ky raport, patjetër që ne nuk e bëjmë këtë për të prish marrëdhënien, besoj me... Mund të jetë mërzitur Turqia nga vizita e Ramës në Izrael? Pak rëndësi ka se është mërzitur Turqia apo s'është mërzitur. Unë gjykoj që ne duhet të jemi një herë vetë të kënaqur dhe të bindur me ato që bëjmë. Pra, politika e shtetit shqiptar duhet të ketë edhe një farë vimësie, vazhdimësie. Patjetër që me Turqinë kemi një, dhe për arsye historike, kemi pas një raport të caktuar, i cili vazhdon, besoj, është në disa nivele, por nuk ka pse të krijojmë të tilla, domethënë, qefmbetje për çfarë? Po vizitat e shpeshta që bën Erdogan në Beograd për shembull, apo raportet që ka me Serbinë. Si më përmendëm që Izraeli është vetëm ai që bën raporte. Çdo shtet është që bën raporte me Beogradin, po Turqia nuk ka. Jo një pyetje. Turqia ka raporte me Beogradin apo jo? Kjo është pyetja. Ka sot apo çfarë raportesh ka Turqia sot me Beogradin? Pra, ne jetojmë në një botë që ka ndryshuar, tani nuk do të ecim me këtë pse ata takojnë dhe bëjmë xhelo. Pra, patjetër që këto ndikojnë dhe kanë pesh, mos ta harrojmë. Por unë gjykoj që nuk duhet të jetë kjo vendimtare në zgjedhjet që bën një shtet. Pra në real politik, në marrëdhënie ndërkombëtare, secili shikon dhe primar ka interesin e vet. Dhe e rëndësishme është që këto të puqen diku, pra këto interesa të puqen diku në iniciativa të përbashkëta, në zhvillim rajonal. Pra bota është dinamike dhe marrëdhënia ndërkombëtare është dinamike. Po vitet e fundit është vërejtur një ftohje e këtyre marrëdhënieve? Po tani ka ngrohje, ka ftofje. Tani ne përmendëm Shtetet e Bashkuara, kur tha ftofje me Shtetet e Bashkuara, patjetër që do ketë një farë dhe nuk është rastësi kjo në gjithë Ballkanin. Dhe kjo që tha bëjmë një analizë më të plotë. Ka një farë, dhe nuk e kam këtu që e kam vetëm me qeverinë kur ka ftoje, ka të bëjmë me gjithë klasën politike, dhe kur thamë që është dhe me gjithë Shqipëria, pra me gjithë rajonin, dhe në vendet e tjera, patjetër edhe në Kosovë nuk ke prezencë ambasadori, por nuk mendoj se është rastësi kjo. Pra ka një farë, po themi një tërheqje duke qenë protagonizmi i shtuar që ka pasur ambasadori amerikan, sidomos në vendin tonë. Për arsye të caktuar sepse ne gjithmonë kërkojmë një mendim apo jo. Çfarë thon të mëdhenjt kur kemi një problem, zihen këta çfarë thon ata.
Dhe do ambasadori amerikan merrte një rol që se kanë në vendet tjera, për së vërtetës, në demokraci tjera, dhe në rajonin tonë, nuk po shkojmë më tej. Kështu që tani ata kanë bërë këtë zgjedhje, kanë bërë një strategji tjetër, duhet të reagojnë në mënyrë tjetër dhe ambasadën e kanë lënë në një nivel tjetër përfshirje aktualisht. Dhe unë nuk mendoj se kjo është rastësi e parë, nuk duhet parë kështu që ndodhet gjithë Ballkanin. Jo. Është një diçka që amerikanët e kanë të mirë menduar të gjë sot. Pse është pyetje tjetër. Tani ti ke një lider opozite non grata. Ti ke po fal, po ti ke sot se ne flasim ka bërë këtë, ka bërë atë, por të flasim me realitetin çfarë ndodh. Sot ke një lider, nuk ndikojnë mendoni ju këto. Pra Shtetet e Bashkuara e bën rastësisht atë. Shpallje non grata të liderit aktual të opozitës. Është rastësi kjo? Erdhi kështu nga rufeni që të hapur, apo se jo fal, se thonë që e bëri është ndikimi i këtij i kryeministrit Rama, e bëri ai opozitë. Po pse kështu funksionon politika amerikane? Ku është ky naivitet në këto nivele? Vetëm Shqipëri mund ndodhi këto. Ka Amerika këtë strategji për të mos patur. Po jo, këtë po mundom të shpjegoj. Pra, ka një në raport me klasën politike shqiptare, ka mosbesim pra. Në njëra anë ke një lider opozite non grata. Kë ke në Ballkan tjetër non grata ti, na liderët aktual politik. Më thuaj një. Dhe Milorad Dodik që ishte në ato listat e hoqi Trumpi. Se ne duhet i bëjmë këto analizat i bëjmë gjysma, të nxjerrim mirë këtë nxjerrim, të themi siç janë të vërtetat. Ke një lider opozite non grata. Nga kush është shpallur, nga mua apo nga qeveria shqiptare? E ka shpallur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vazhdon dhe sot. Se thuhesh erdhi ai sherifi me kapele do fitoni zgjedhjet dhe do vinte edhe Trumpi në pushtet, do ndodhte çudia. Po çfarë po ndodh deri sot? Juve duket kjo që është raport normal me një shtet ky. Opozita është fokusi gjithmonë te qeveria, gabime, faje, korrupsioni kjo. Po opozita çfarë është? Opozita është alternativa, është e ardhmja, është e nesërmja. Kush është e ardhmja nesër? E zëm do ndroj opozita se nuk kemi diktaturë, pavarësisht problemeve. Opozita ka të bëjë me marrëdhëniet. Po të dyja kanë të bëjnë, patjetër që kanë të bëjnë. Pra ka një rol. Po patjetër që kanë të bëjnë, si s'kanë të bëjnë. Po si s'pas kanë të bëjnë. Ka ndikuar negativisht. Po do ani Bardha, e mbani mend se këta e bënin tabel çiti jurikimin. E mbani mend jurikimin. Dhe ambasadorën amerikane nuk i bien dot atij, është shpreha i thot populli shqiptar. Si bie gomari, i bie samari të themin. I binin ambasadorë, bam, ambasadorë. Po ambasadorja çfarë është? Një nëmpuzë e shtetit. Zbaton vetëm urdhra. Dhe ne thoshim, ajo është e keqe, Amerika na do, po ajo është e keqe. Propagandë që në kohën e shokut e Enver e të partisë që e ka qef Sebi, nuk ishte kjo propagandë ku me këto nivele, dhe atëherë, të thuash tani ka fajin ambasadorja, se ajo i shtrëmëron gjërat. Po ja ku jemi, pse s'ndryshojnë gjërat? Pra mos të bëjmë këto hipokrizira me shqiptarët. Pra, ka probleme dhe sa qeveria, patjetër, se konsum kaq vjeçar në pushtet, nuk kemi parë në qeveri të jetë kaq gjatë në Shqipëri. Po ka dhe hallet edhe derte të mëdha dhe opozita. Dhe patjetër që këto ndikojnë dhe raporte që ndikojnë në partenitetin strategjik, edhe kjo gjë. Kur ata të thonë, është kjo rruga që duhet ndjekësh. Dhe ju thanë troç këtyre të opozitës. Bëni zgjedhje të mençur, se ndryshe do përfundoni, ju tha dhe fjalën që ta kuptonin dhe më mirë shqip, do ani Bardha. Shqip, të thoj ambasadorit, flas me këtë gjuhë që s'është gjuhë diplomatike, po ju detyrua ta thoshte dhe shkuan ashtu si shkuan gjërat pastaj. Dhe jemi tani këtu ku jemi. Pra analizat nuk vinë kështu, ti bëjmë vetëm çfarë po ndodh sot. Ka një histori. E qartë. Duhet kushtuar vëmendje e dur dhe asaj. Jemi tek marrëdhëniet, po kaluam disi, po përsa i përket marrëdhënieve të Shqipërisë me Turqinë, si e gjykon ti, si e ka parë? Turqia është aleat strategjik i Shqipërisë. Turqia është vend antar i NATO-s, Turqia është një nga 5 vendet e para që ka njohur pavarësinë e Kosovës, Turqia është stabilizator i paqes ballkanike, Turqia kontribon me trupa në Kosovë, Turqia gjithashtu kemi dhe një, le të themi, aleancë historike. E shkuara osmane është çështje tjetër. Mbas shpalljes së pavarësisë, Turqia ka hyrë në rangun e aleatëve. Vetë kryeministri Rama, më herët ish kryeministri Berisha, e kanë ngritur aleancën me Turqinë në aleancë strategjike. Nuk e përcakton, e thënë e gjitha kjo është, nuk e përcakton Turqia se cila është politika jonë e jashtme. Politikën tonë të jashtme e përcaktojnë interesat tona kombëtare. Duke qenë se politikën tonë të jashtme e përcaktojnë interesat tona kombëtare, unë nuk besoj se është problem për Turqinë fakti që kryeministri Edi Rama dhe Shqipëria thellon marrëdhëniet me Izraelin. Përsa kohë që nuk cënohen interesat tona kombëtare, çështjet e dypalçe midis Turqisë dhe Izraelit janë çështje dypalçe midis Turqisë dhe Izraelit. Ne po ashtu kemi miqësi edhe me Greqinë dhe kemi një komunitet të madh shqiptarësh në Greqi. Por kjo nuk do të thotë që fakti që Turqia dhe Greqia kanë probleme me njëri tjetrin, kjo ndikon në marrëdhëniet tona me Greqinë apo kjo ndikon në marrëdhëniet tona me Turqinë. Pra ne ndjekim interesin ton kombëtar.
ndjekja e interesit tonë kombëtar është ajo e cila e tregon më qartë se çdo lloj gjëje tjetër se cila është rruga më e mirë që ti duhet ndjekësh. Dhe për ta definuar këtë lloj gjëje, ne jemi për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ne jemi në aleancë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe gjithashtu ajo çka është tejet e rëndësishme për të thënë është forcimi sa më i madh i marrëdhënieve me Kosovën për të ndërtuar një treg të përbashkët dhe aleancë sa më të qëndrueshme në këtë Ballkan i cili mund të trazohet në të ardhmen. Kjo është çështje e interesit ton kombëtar. Dhe interesi jon kombëtar sot duket në një pikë shumë kryesore. Kush e njeh pavarësinë e Kosovës, kush është pro faktorit shqiptar në Ballkan, është gjithashtu pro interesit ton kombëtar. Dhe sa i përket interesit ton kombëtar, Turqia, siç e thash edhe pak më herët, është një nga 5 vendet e para që ka njohur pavarësinë, ka lobuar për njohjen e pavarësisë së Kosovës, ka kontribuar për bombardimin në kuadër të NATO-s të Serbisë, është një nga vendet që sot ka trupa paqëruajtëse në Kosovë dhe në të njëjtën kohë ne kemi aleancë strategjike. Izraeli njeh pavarësinë e Kosovës, Izraeli kontribuon për stabilitetin ballkanik, jo në të njëjtat kuota që kontribon Turqia aktualisht. Pra ajo që po mundohem të them, udhërrëfyesi jon është interesi ynë kombëtar. E qartë, se kam një pyetje të fundit për të dy në fakt shumë shkurt për sa i përket edhe pjesëmarrjes në bordin e paqes edhe prezencës në Davos të presidentes Vjosa Osmani, u duk një afrimitet me saj dhe presidentit Trump. A është Vjosa Osmani tashmë e zgjedhur si ur komunikimi, le të themi, e shëbave me rajonin? Jo, nuk e besoj. Vjosa Osmani është një presidente e Kosovës, një grua shumë ambicioze dhe një grua shumë e përgatitur, e cila kërkon një mandat të dytë. Kjo është çështje e politikës së brendshme të Kosovës. Në krahun tjetër kemi një taktikë shumë interesante diplomatike të kryeministrit Edi Rama, që ne në shqip i themi mishi të piqet dhe hellit mos digjet, e kalon në parlament çështjen e ratifikimit të bordit dhe nuk shkon vetë për ta firmosur. Bordi i paqes, siç e thash edhe pak më herët, ka probleme me të drejtën ndërkombëtare, del nga një rezolutë e OKB-s, zgjerohet përtej rezolutës së OKB-s, del me një afat deri në 2027, por e zgjeron këtë afat përtej 2027-s, ka një kryetar të përjetshëm, çka asnjë institucion ndërkombëtar nuk e ka një kryetar të përjetshëm, është për palestinezët, por nuk ka në përfaqësi asnjë palestinez, duke shkelur një nga parimet kryesore të kartës së OKB-s që është e drejta e vetëvendosjes, por të gjitha këto janë çështje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne jemi pjesë e bordit të paqes. Dhe ndryshe nga Kosova, ne duhet shohim pak edhe nga Evropa. Çfarë dua të them me këtë lloj gjëje? Ne jemi për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, duhet të rakordohemi edhe me Gjermaninë dhe me Francën sa i përket këtyre nismave. Aleanca strategjike është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Syti kemi për të vajtur në Bashkimin Evropian. Një kryeministër i cili synon të jetë udhëheqës dhe jo sundues, i sheh të dyja në të njëjtën kohë. Shëbahet një partner i madh, të cilët mbrojtjen e kanë, janë qendror në mbrojtje, dhe evropianët si një partner i rëndësishëm strategjik dhe ekonomik. Pra një kryeministër i cili ka në fokus për të qenë udhëheqës, jo sundues, e kupton shumë mirë se si duhet të luhet kjo lojë diplomatike. E qartë. Avokat, si e komenton shumë shkurt, lutem se jemi edhe në fund këtë afrimitetin e Donald Trump me Vjosa Osmani, dhe jep kjo zonjës Osmani edhe një ambicje për të kërkuar një tjetër mandat? Nuk besoj se kjo automatikisht përkthehet në mandat të dytë. Besoj se ajo ka një farë kredibilitet, një farë respekti në raport me partnerët amerikanë, që është një gjë shumë pozitive, por nga ana tjetër, sa i takon angazhimit e përmenda për Kosovën më parë në bordin e paqes, është një gjë shumë pozitive e gjykoj, pavarësisht skepticizmit dhe mënyrës se si është konceptuar ky bord, që patjetër mund të transformohet në të ardhmen në diçka tjetër, por për një gjë bim gjithë dakord. Mendoj unë ata që e shikojnë politikën ndërkombëtare sot se si zhvillohet. Ka nevojë për mekanizma të rinj, ka nevojë për energji të reja në mënyrën se si zhvillohen ngjarjet sot në botë. OKB-ja është e dobët. Kur them OKB-ja, pastaj duhet i marrë me radhë me OSBE, me Këshillin Evropian apo organizmat e tjerë ndërkombëtar, nuk janë në gjendje të parandalojnë dhe të zgjidhin konfliktet në këtë botë që duket se është ndezur dhe ka vatra zjarri dhe aktualisht që po flasim. Dhe të tjera që mund të lindin në të ardhmen. Kështu që duhen iniciativa të reja dhe këtë rol kur nuk e marrin Shtetet e Bashkuara, kush mund ta marrë tjetër? Se dakord,
është e lehtë kjo për të kritikuar, kur dikush bën diçka, të themi, po, s'ka bërë dhe këtë, s'ka bërë dhe atë, por sot botën, balancat, kush i ruan sot? Nga këta që flasin, po flas, ta liderët europian. Pavarësisht janë legjitim të mbrojnë interesat e vendit tyre dhe të kenë skepticizëm, nuk e paragjykoj këtu. Por kush i ruan paqen sot, e përmenda Kosovën, në rajonin ton? Ukrainë e bëjnë dot pa Amerikën paqen, se bëjnë dot, dhe negociatat kush po i zhvillon aktualisht tripalçe. Doni në Azi, Kinën, kush i mban balancat atje? Europianët po i mbajnë. Pa Europa nuk është në gjendje me gjithë të mirat që ka, me gjithë strukturën e Bashkimit Evropian që ka sjell këtë prosperitet që ka sjell në këtë vend dhe me problematika patjetër që mund të përmirësohen të ardhmen, por nga ana tjetër në çështjet e sigurisë pa Shtetet e Bashkuara bota nuk funksionon dot aktualisht. Dhe kjo iniciativë duhet parë se si do zhvillohet tani dhe Gaza do jetë guri themeltar dhe guri provës që do të japi dhe më shumë kredibilitet nëse do shkojnë gjërat ashtu siç duhet dhe kam përshtypjen që do shkojnë. Kështu që edhe në të ardhmen uroj që të jetë një forum global ku të zgjidhen problemet dhe të parandalohen konfliktet. Dhe për ne shqiptarët që jemi që në fillim pjesë e kësaj iniciative është një gjë pozitive gjykoj për një vend vogël siç është Shqipëria apo dhe Kosova, është një gjë e mirë. Avokat, faleminderit shumë, ishte kënaqësi, Sebi, faleminderit. Faleminderit, ishte Shkojmë në kënaqësi. publicitet, rikthehemi pas pak.